Mesazhi tjetër dhe pyetja tjetër është nëse gabojmë duke ditë se është mëkat një gjë. Do të them a vlen pendimi. Normal apo do të thotë gabimi bëhet me vetdije. Apo nëse është do thotë pa vetdije atëherë nuk është më veç gabim, ha? Sa Allahu xhelal nuk e dënon ato që e bën nisen pa vetdije, po e dënon çata që e punon me vetdije. Njeri do thotë kur bën një gabim, do thotë e ka bën me vetdije, e pasi që të kryhet gabimi, do thotë gabimi nuk sjell punë të mira, po sjell punë të këqija. Ha? Për shembull, do thot njeri me men krye, do thot shkon lun lojra të fatit. Ha? I ka bën tamam, edhe e din tamam se sa duhet me paguat etiketën. Dhe din sa mendon të më. Edhe mendin etiketën, e ban fund kur e i shprast. E çdai kur e ban gabimin me vetdije, edhe ban fund kur e që ja morën parat edhe me të pakurgjon çka ban? Ha? Pendohet. I vjen keq për punë. I vjen keq apo këto. Ama s'ka mo. Do thotë shkuan mo lekt apo këto. Lekt kanë shku, po nisen nuk ka shku. Çka me u pendu. Me thonë zot gabova. Me vetdije gabova apo këto, edhe me u kthite mas. E çaj I cili pendohet, do thotë Zoti e pran. Apo tani gabim tjetër. Për shembull, njeriu me vetdije shkon e blen, do thotë pijen alkoolike. Ha? Edhe e pagun shumë shtrenjt, se secila pije alkoolike është shumë më e shtrenjtë se sa pijet të cilat janë pa alkool. Ha? Secilin lang më të mirin, çka do thotë pa alkool, do thotë I kije një 10 herë më lirë se ato që kanë me alkool. E mos folmi do thotë ato alkoole që kanë me vite të vjetra e ku e di çka, të cilat mrin do thotë me mira eura, ha? Po e çka me vetdije shkon e blen. Edhe masi e pin, bëhen do thotë pian. Edhe kur bëhet pian atëre e gjon vetin do thotë I fliqur edhe I situata do thot pa lakmueshme e kur ti vin mend e shet që ka gabu, ha? Çfarë kur ta shet që e ka gabu, do thot se duke ka bën mirë, thotë Zot falem. Allahu xhelal ja pranon, do thot falem. Edhe secili mëkat tjetër, apo thon, cilin do mëkat që ta marrsh, apo thon, kur ta shet që e ka kry mëkatin, mbasi ti kryn këtë punë, do thot I bie pishman. Po edhe vrasi I cili do thotë e merr altinë e shkon e vret dika. Masi ta vret njeriun I bie pishman. Do thotë nëse lexon për shembull psikologjinë e vrasave, 99% do thotë të vrasve kur vrasin tani I kanë pishman më veç akryja jo. Përveç atina që është psikopat, do thotë njëri do thotë I shpendur I cili s'ka do thotë ndjenjë. Ama çaj që ka ndjenjë është që se ka bë mirë apo krybo. E çaj I cili do thotë e kryen veprën, do thotë pa marrë parasysh se çfarë mëkati është, kur ta kryen e shet që se ka bë mirë. E atë do thotë I vjen keq. E çto është e ndjenja e imanit. Shka kërkon falje për Allahu xhelal. Nëse Allahu xhelal është ai I cili gjithmonë robën e vet e pranon. Do thotë edhe pranon do thotë faljen e tij edhe tobën e tij. Ashtu që njeriu do thotë do të me kërku falje për gabimet të cilat do thotë I ka bën, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur ka thonë, të gjithë bijtë e Ademit janë mëkatar. Edhe më I miri pi juve kush është çaj I cili kërkon falje përpara Allahut xhelal. Ashtu që ne jemi njerëz të cilët gabojnë ditën dhe natën, gabojnë me qëllim. E pak herë gabojnë pa qëllim, po sa herë shka gabojnë do të me kërku falje për Allahut xhelal, inshallah Allahu xhelal na I fal. Ama ai I cili do thotë ban gabim, edhe pastaj nuk e nin vetin që është mëkatar, ki do thotë ka problem me besimin. Do thotë ki do të më shku me kontrollu do thotë besimin e tina se ki mo I ka hub ndjenjat e njerëzis, nuk po folin ndjenjat e besimit, do thotë po ndjenjat e njerëzis edhe ki do thotë është njeri I smut, të cilin do thotë do të me shëru do thotë metoda tjera.